21 qershor, kënaqësia që mund mëkatin. Dhe Jezusi u tha atyre: Unë jam buka e jetës, ai që vjen tek unë nuk do të ketë uri, dhe ai që beson në mua nuk do të ketë më kurrë etje. Gjoni 6:35. Ajo që kemi nevojë të shohim këtu është që esenca e besimit është të qenë të kënaqur me gjithë sa Perëndia është për ne në Krishtin. Përkufizimi i besimit në këtë mënyrë thekson dy gjëra. Njëra është fakti që besimi është i përqendruar në Perëndinë. Nuk janë thjesht premtimet e Perëndisë ato që na kënaqin, por gjithë sa vetë Perëndia është për ne në Jezusin. Besimi e përqafon Perëndinë në Krishtin si thesarin ton, jo thjesht dhuratat e premtuara të Perëndisë. Besimi e mbështet shpresën e vet, jo vetëm në pasuritë e epokës që do të vinë, por mbi faktin se Perëndia do të jetë atje. Zbulesa 21:3. Dhe dëgjova një zë të madh prej qiellit që thoshte: Ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit, dhe ai do të banojë me ta, edhe ata do të jenë populli i tij, dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi i tyre. Edhe tani, ajo të cilën besimi e përqafon më fort, nuk është thjesht realiteti i faljes së mëkateve, pavarësisht sa e çmuar është kjo, por prania e Krishtit të gjallë në zemrat tona dhe plotësia e vetë Perëndisë. Tek Efesianëve 3:17-19 Pali lutet që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit, që të mbusheni në gjithë plotësinë e Perëndisë. Gjëja tjetër që theksohet në përkufizimin e besimit, si të qenë të kënaqur me gjithë sa Perëndia është për ne në Jezusin, është termi kënaqësi. Besimi është shuarja e etjes së shpirtit në burimin e Perëndisë. Te Gjoni 6:35 ne shohim se të besosh do të thotë të vish te Jezusi për të ngrënë bukën e jetës dhe për të pirë ujin e jetës. Gjoni 4:10-14, të cilat nuk janë gjë tjetër veç se Jezusi vetë. Ky është sekreti i fuqisë së besimit për ta thyer forcën skllavëruese të tërheqjeve mëkatare. Nëse zemra është e kënaqur me gjithë sa Perëndia është për ne në Jezusin, atëherë thyet fuqia e mëkatit për të na joshur larg nga urtësia e Krishtit.